Shikues të nderuar, ja kur rikthehem në studio, qëndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit ditë e re, ashtu siç ata ju paralajmëruam në fillim të këtij emisioni, ne do të vijojmë tashmë me temën dhe të ftuarit për këtë mëngjes. Me neve në studio kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi trajnerin e Taekwondo Ulqini, Fikret Dushku. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit. Po ashtu nder dhe kënaqësi kemi që në këtë mëngjes janë edhe disa garues që kanë marrë pjesë në për gara të ndryshme. Me neve është Enes Dushku, Eren Karamindxhoja dhe Denis Çoba. Mirë se erdhe dhe ju urojmë shumë suksese. Faleminderit. Fikret, na trego pak si e vlerësoni performancën e sportistëve në garat ndërkombëtare që edhe keni marrë pjesë dhe keni pasur edhe mjaft suksese të shumta kohën e fundit. Performanca e garuzve ka qenë nivel ndoshta tash ishte pak edhe si papritshëm, megjithëse ne jemi përgatitur shumë gjatë muajit janar, menjëherë me përfundimin e Grand Prix-it final të Evropës, i cili është mbajtur në Rumani me 15 dhjetor, ne menjëherë kemi shpalos programin për vitin 2025 dhe menjëherë kemi startuar domethënë me stërvite të rregullta, me 3 janar kemi startuar domethënë me ekipën e parë, ekipa e cila domethënë merr pjesë në ligat evropiane botërore, kampionatet evropiane botërore dhe me atë ekip domethënë kemi vazhduar pa nda domethënë duke ja filluar prej gjitha atyre analizave të ndryshme, qofshin ato mjekësore, qofshin ata physical fitnessit, nutricionistat, në përgjithësi jemi munduar që ta kompletojmë atë pjesë dhe vazhdojmë me që ta ruajmë atë performancët të cilën e kemi pas gjatë vitit 2024. Klubi Taekwondo Ulqini me 31 janar ka startuar me njëherë me Ligën e Evropës në Austri dhe jemi përfaqësuar domethënë me këto 4-5 garues të cilët janë në nivel evropian dhe botëror, të cilët gjenden në ranglistën evropiane botërore. Deri me tani thujse po çdo vikend kemi qenë jashtë, domethënë çdo vikend kemi qenë në aktivitete, saqë kemi arritur që të marrim pjesë në 14 aktivitete domethënë në 4 muajt e para. Kemi pas vikende që kemi pas edhe 2 aktivitete. Kemi arritur të marrim pjesë në 8 liga evropiane botërore. Dhe në secilën ligë evropiane botërore thujse kemi pas medalje. Dhe kjo ka qenë një performancë shumë e mirë nga sportistët tanë, po sigurisht domethënë debutim të suksesshëm ka pas garuesi Enes Dushku, i cili thujse në çdo Ligë Evropiane botërore i shkëtoi me medalje, po ashtu ka qenë edhe Sara Kraja, Amila Nuti, Arte Ismailaga dhe Ria Dervishi. Sa i përket turnamenteve të cilit janë turnamente internacionale, kemi marrë pjesë në 4 turnamente, një prej tyre ka qenë Tirana, Sarajeva, Visokoja në Bosnë, dhe aty kemi prezantuar domethënë me ekipën e dytë ose edhe ekipa e tretë, kemi pas domethënë edhe pi ekipës tretë, të cilët t'ju japim edhe aty në mundësinë megjithëse pak vështirë që të arrit të gjitha edhe ligat e Evropës edhe turnamentet internacionale në mënyrë që da një angazhim edhe da përveç asaj duhet kem edhe ndihmë trajnerë atje me cilën unë pak a shumë e kam problem këtë pjesë dhe mundohem që unë ta luaj rolin thujse në çdo aspekt. Jemi të kënaqur. Duhet të ndalim pak edhe tek Enesi. Më tregove që ka pasur suksese të shumta këtë kohën e fundit. Si e përjetove suksesin tënd me kaq shumë medalje ndërkombëtare, Enes? Çfarë ndjenje është kjo për ty dhe sa mund të duhet që të arrihet deri këtu? Ku je ti? Jam shumë i kënaqur me ta arritje. Duhe për të arritur deri këtu nevojitet një trajning i fortë dhe duke amajtur treningun. Pra me të arritje unë kam arritur vendin e dytë në ranglistën e Evropës, që është gjë shumë e madhe dhe jam i kënaqur me atë. Përshënim e kam edhe që të arrij edhe vendin e parë në ranglistën e Evropës. Patjetër, me punë mund të arrihet çdo gjë. Më trego cilat nga turneti ishin më i vështirë për ty dhe pse? Pra, një ndër turnet në këtë vit që ishin më të vështirët ishte kualifikimi i Grand Prix-së, pra ishte vështirë sepse gjithë ato që luftojnë, ata dojnë që të kualifikohen, pra prej 32 vetëve që ishim në atë kategori, vetëm 8 vete kualifikojnë, pra që unë arrit atë të arri vendin e parë, pra medaljen e artë, pra
kisha 4 ndeshje, të gjitha ishin 4 ndeshje të vështira, pra isha me një francez, pastaj kisha një grek, gjerman dhe grek përsëri në finale. Sa janë ato të përgatitur, si e shihnin nga këndvështrimi juaj? I kanë ato metodat e njëjta të punës, të ushtrimeve, si ju? Se paka shumë është e njëjta gjë. Paka shumë, po vetëm se do vetë e kanë stilin e kësaj sparingut, pra ndeshjes e kanë pak më të ndryshëm, pra i grekt e kanë pak ashtu më ndryshëm se sa ta tjerë, që për shembull që është Franca ose ta ne që jemi në Ballkan të thëna. Fikret, si e ndihmon trajneri sportistin për të përballur me presionin në garën ndërkombëtare? Presioni ishte i lartë, do të vërtet kuptohet kjo pjesë. Unë si trajner i sportit taekwondo jam mundu që ta respektoj ose ta sjell një frym tretë stërvitjeve në qytetin tim, ashtu siç e kërkon për shembull edhe plan programi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për përgatitjen e sportistëve niveleve evropiane, botërore dhe lojrave olimpike. Tani se përket ballafaqimit me mentalitetin ton, paka shumë ish problem dhe mundohem në çdo aspekt në bashkëpunim me prindër edhe me sportistët, domethënë me këshillat ndryshme, me biseda ndryshme, në mënyrë që ta kuptojmë në mënyrë sa më pozitive se vërtet domethënë presioni psikologjik është shumë i lartë. Do të thotë nuk është aty vetëm domethënë respektimi i treningut. Domethënë respektimi i treningut është diçka bazë, diçka që duhet patjetër, domethënë duhet çdo gjë domethënë të fokusohet tek trajnimi, domethënë tek trajningu duhet çdo gjë domethënë të rregullohet, kryhet, mos lajnë boshllëqe në anën tjetër në mënyrë që stërvitja të mbahet, pasi që treningu nuk ka të bëjë domethënë vetëm thjesht me marr pjesë në trening, por shka pa bëj trening. Treningu ka programin e vet, procedurën e vet të cilën ti duhet ta përcjellësh. Edhe pjesë e treningut domethënë është edhe pjesa e ushqimit që ka shumë rëndësi për shembull që paka shumë për mentalitetin tonë të unë pa thëmë për asaj kandit realist, domethënë është pak e pa njohshme në drejtim në cila duhet ketë një regjim të mënyrën e të ushqyerit, domethënë duhet të harrojmë mënyrën e ushqyerjes në mënyrë që muskulaturat të funksionojnë sa më mirë. Pastaj është presioni i sportistëve të cilët janë kulminant, të cilën ti çdo herë duhet përballesh për shembull me atë sportist që kur po thomi në qoftë se konvertojmë për shembull tenis, nuk ish kallëj për shembull ti të përballesh nesër me Djokovicin. E duhet çdo herë që të marrësh pjesë në ndonjë ligë evropiane botërore, e ke një Djokovic aty, e cilin ti duhet ta kalosh atë që marr deri ke medalja, se pas e kalove ti atë nuk mundesh marrë ke medalje. Dhe kur arrin ti për shembull kur arrin sportisti nga një vend i vogël, edhe nga një shtet i vogël për shembull, po siç sikur Ulqinit, të cilin pak a shumë kjo frym nuk ishte fort e njohshme në trevat tona. Edhe të arrish që ta fitosh domethënë një sportist që ka nivelin evropian botëror, i cili është i ranguar në 10-shën e parë, atëherë vërtet domethënë është një ndjesi dhe një kënaqësi shumë e papërshkrueshme dhe ajo që duhet të them unë është që vërtet ne kemi talenta dhe mundemi edhe ne të përballemi edhe me Evropë edhe me botë, mirë po duhet një përcjellje strikte e këtij plan programit. Domethënë duke filluar prej ushqimit, prej physical fitnessit, pastaj pjesa kryesore e cila ka të bëjë me stërvitjen e atij sporti, qoftë taekwondo apo sporte të tjera të cilët e kanë. Po kjo peshja siç e kam thënë edhe më herët, është më shumë ti që ishte ofruar afër asaj, jo që kanë mrit edhe to ndoshta një nivel ku me ditë sa, mirë po kjo është ajo peshë me cilën domethënë e kemi thyer si me një tabu, kemi thyer akullin në mënyrë që kjo peshë domethënë ka arrit një nivel të përqindjes të lartë që me mujt me e ruajt domethënë regjimin e ushqimit, trejningut. Sa i përket trejningut, domethënë është vërtet kënaqësi me punu me një kësaj lloji ekipe, domethënë e cila vërtet domethënë kanë respektuar trejningun, domethënë çdo natë domethënë kanë qenë në stërvitje përveç ditës së diel dhe normal ata stërvitje domethënë nuk ishte çdo natë e njëjtë, domethënë ajo ka domethënë hanë mërkura premte domethënë ishte një plan program tjetër, martë e shtunë domethënë ka me një plan program tjetër e cila në këtë mënyrë kompletohet domethënë sportisti. Në anën tjetër kemi edhe seanca ndryshme, takime ndryshme me trajner, me psikolog, biseda,
e cila ka shumë rëndësi në përgatitjen e një sportisti. Dhe më thënë, ishtë një intervistë shumë interesante e gjudistës të famshme të Majlinda Kelmendit nga Kosovë, dhe më thënë, edhe unë kam propozu, dhe më thënë, garuzëve të bisit të ndëgjojnë atë loj interviste, dhe më thënë, kur në Tokyo në vitin 2021, dhe më thënë Tokyo 2020, po për shkak pandemisë 2021, dhe më thënë, ka ardhur deri në atë nivel, për shembull, ja thot shumë bukur, ka ardhur deri në atë nivel që presioni psikologjik e ka myt, deri në drejtim sa që ka ardhur që tashëm na pa duhet të ndërpres. Dhe e thot shumë bukur, për shembull, aty kur mi kanë propozu psikologun e sportit mental e këshillet ndryshme meditimi, një herë i kam çu kështu tha, pas kur tha, mirë po ma vonë, tha, aja tha ka qenë, tha, kryesorja që më ka rikthy, tha, edhe më ka ba me qenë në kulmin e në majë botës. Dhe më hanë që nuk ishte treningu vetëm thjesht, po shkon në trening, pjesa praktike, por është dhe rëndësishme dhe nga ana mentale. Pjesa e mbrëmshme ka shumë rëndësi, pjesa emocionale, kontrolli i emocioneve, kontrolli i nervozës, kontrolli i presionit, se presioni dhe më hanë nuk ishtë vetëm tek sportisti atje, presioni ishte edhe i shoqënisë, dhe më hanë presioni ishte edhe i rrethit ku ne jetojmë, dhe më hanë sa ka përkrahen duke a fillu njerë prej familjes me që e përmendet, pastaj nga rrethi, pastaj nga shoqëria, pastaj nga tjerët, sa kanë përkrahen këtë fëmijë, dhe më hanë, ne kemi arrit që të cilin medalje Evrope bote, mirë po të thënë drejtën dhe më hanë pikandit realist dhe më hanë thjesht dhe më hanë ndjeshmeria për këta lloj sportista ishte njajtë. Dhe më hanë ishte njajtë dhe më hanë nuk ka kur farë ngjarje, për shembull, për shokun e Enesit Sarës, për shembull, ose aq më tepër që Enes Dushku edhe Sara Kraja janë kualifikuar që për herë të parë Ulçini ka 2 përfaqësues në lojrat olimpike evropiane për të rinjt, e cila do të mbahet si mjet në Maqedoninë e Veriut në Shkup gjatë mujit korrekt prej me 20 deri me 26. Dhe më hanë, nuk ka dhe më hanë thjesht dhe më hanë si e pruve një medalje nga Podgorica ose një medalje internacionale, Tirana Open ose Çapadione, Podgorica Open, Sarajevo Open, njaj si e pruve një medalje nga Evropa, Grand Prix Evropian për shembull, ku kanë marrë pjesë 32 më të kualifikuarit, edhe ti të shpallësh vendin e parë dhe mos ketë kur farë ngjarjes, dhe më hanë, një farë mënyrë motivimi për këta sportiste, dhe më hanë nuk ishtë nivel si duhet, dhe më hanë. Të na mungojnë paka shumë standarde, pse mungojnë të standarde, nuk e di, komisionet për sport, dhe më hanë, duhen me punu në këtë drejtim. Enesi ishte edhe bursist nga Ministria e Sportit, dhe më hanë ka fitu edhe bursën sportive, dhe ajo bursë dhe më hanë nuk ishtë fitu me ndonjë njoftësi, me ndonjë mik, me ndonjë diçka. Ajo bursë ishtë fitu për shkak rezultatit të cilën e ka arrit. Neira Dervish ishtë poshtu një garuse tjetër e cila ka fitu premin nga Ministria e Sportit përsëri. Garusja jone e cila ka vendin e dytë në kampionatin evropian. Po ashtu kemi pas bursiste edhe Arti Ismailagen, edhe Amela Nutin, edhe Sara Krajen, të cilët të gjitha këta bursa janë fitu nga Ministria e Sportit dhe më hanë, ku në nënshkrimi aty në bursave ish banë në Ministrinë e Sportit. Do të thonë gjithmonë kur punohet, patjetër është edhe suksesi, ajo është me rëndësi që të kjo është shumë me rëndësi për ne. Mirë po lypet edhe një motivim, edhe nga ana jonë për shembull, pak a shumë që këto fëmijë të kenë, pak a shumë një promovim më tepër, domethënë kur sillet një medalje evropiane botërore, domethënë duhet të ketë një lloj promovimi pak më ndryshe, jo puna mehet, jo puna nesh, por puna ty në sportistëve, jo vetëm për sportin e taekwondo, por çfarë dalloj sportit, jo vetëm edhe në kantin e sportit, por çfarë dalloj drejtimi, qofshin ato edhe ngarat ndryshme shkollore, qofshin ato edhe ngarat ndryshme ku të diun e shoqatave të ndryshme, bëhan një ngjarje, një medalje e cila vjen nga Evropa, një medalje e cila vjen nga bota, duhet të ketë domethënë një lloj ngjarje pak më ndryshe, duhet të ketë një ndjeshmëri pak më ndryshe. Jo pse e them unë, po kështu duhet të jetë, më kështu është realiteti në gjithë vendet, mos tytesh me numru. Duhet të ndalem pak edhe tek Ereni. Eren, me trego pak si ishte ndjenja për ty dhe eksperiencët që morre pjesë në Tiranë dhe fitove në Ligën Evropiane, duke u fituar edhe medaljen e artë. Eksperjenca ka qenë shumë e bukur. Kam pas 3 garues të ndryshëm, njëri ka qenë nga Turqia, i tjetri nga Irlanda dhe i fundit nga Greqia. Të gjithë kanë qenë të fort në mënyrën e vet.
Sa kohë t'jesh dasht ty të ushtrosh dhe të përgatitesh për të marrë pjesë dhe për të dekoruar edhe me medalen e artë? Ke ushtruar? Unë kam ushtruar qysht 5 vjeç. E kam ushtruar 3 muaj për këtë garë. Të pëlqen ty ky sport i taekwondos? Shumë. Sport i bukur. Bravo, ne të urojmë shumë suksese. Dua të dalë edhe të pyes edhe Denis Çobën. Si ndihesh që morre medalje bronzi në kampionatin evropian në Estoni? Unë jem shumë mirë si fitova vendin e tretë në kampionatin evropian dhe shpresoj që të fitoj edhe medalje më tjera në ligat edhe në për Evropat. Patjetër, edhe ne të urojmë shumë suksese dhe duke punuar, patjetër që do të arrish edhe majat e suksesit. Cili ishte momenti yt sfidues që ke pasur në këto gara? Ke pasur ndonjë moment të vështirë? Po, kam pasur me shumë garus të fort, me italian, me... E si te i kalon ti ato momente? Çfarë i thu vetes në atë moment? Në atë moment i thom vetes, po na edhe fitoje. Bravo, shumë suksesa. Fikret, me trego cilat janë ato gara që i keni në vazhdimsi dhe çfarë pritni? Po tani, unë do jem me përfaqësuesen e Malit të Zi në kampionatin botror për kadet në Fujairah, Emiratet e Bashkuara. Për 2 javë jemi në kampionatin evropian në këtë Kupën e Evropës, ku do të mbahet në Sofia. Nga klubi Taekwondo Suqini do të kemi 7 sportist, në mesin e tyre do të jenë edhe grup mosha e re, fëmijëve, edhe Enesi si përfaqësuesi Mali Zi do të jenë domethënë 8 garus nga përfaqësuesja Malit të Zi. Më njëherë pas Kupës e Evropës do kemi Ligën e Evropës në Zhvicër dhe me 31 maj do të mbahet trofeji Ulqinit për të 6-ën vit me radhë. Këto janë plane se i përket muajit maj. Muaji maj domethënë ishte shumë i ngjeshur për mua, jo vetëm muaji maj, por të gjitha këto muaj kanë qenë shumë të ngjeshur për mua. Po mundohem që t'ja arris, t'ja dal, t'i respektojm këto aktivitete. Shpresoj që të kemi rezultate, ajo që është më kryesorja, domethënë lufton për atë sukses, lufton për atë rezultat, punom në drejtim, punom me këta fëmijë në mënyrë që me mujt me rujt atë nivelin dhe ato standardet të cilët i kërkojnë këto liga qofshin të Evropës apo të botës, edhe në mënyrë që përfundimi i vitit jetë në mënyrë sa më të mirë për këtë sportistë. Ne ju urojmë shumë suksese dhe ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit. Shumë suksese për ju. Faleminderit.